Përshëndetje, unë jam astrologe Lenisa Shyle. Do t'i flas në lidhje me ndikimet astrologjike që do të kemi gjatë datës 7 tetor 2025. Jemi në ditën e Marsit dhe atë të hënës së plot, e cila do t'jetë tek shenja e Dashit. Prandaj dhe Marsi është karakter kryesor i kësaj dite. Duke qenë se në këto momente është të vendosur tek shenja e Akrepit, kjo do të thotë që mund të bëhemi edhe shumë obsesiv. Të gjitha ndjesitë që së ditë do të jenë shumë në sipërfaqe, prandaj dhe mund të veprojmë në mënyrë shumë impulsive. Mund të dojmë që të na dalë jona, por normalisht që kjo nuk mund të jetë gjithmonë e mundur. Duke qenë se të gjitha ndjenjat janë në sipërfaqe, kjo na jep në mundësi që të kuptojmë shumë herë më mirë veten tonë. Kemi një mënyrë komunikimi shumë të drejtë për drejtë, andaj dhe kjo na ndihmon që të shprehim mendimet tona, po ashtu do të kuptojmë shumë mirë se ku qëndrojnë të tjerët. Risku më i madh i kësaj dite është veprimi në mënyrë impulsive, duke qenë se ky do të shkaktojë vërtet dëme të rëndësishme. Gjësa dite mund të vëmë re dhe një rritje në agresivitet. Detyrimisht të gjitha këto i kemi vetë në dorë, në qoftë të se veprojmë në mënyrë të arsyeshme dhe të vetëdijshme, kemi shumë mundësi të shmangim të gjitha problemet që mund të dalin gjatë kësaj dite. Prandaj, do të ishte më mirë që të fokusohemi vetëm tek gjërat që janë në dorën tonë. Faleminderit të gjithëve dhe më ndiqni për informacione të tilla në lidhje me astrologjinë dhe mirëjetë.